Gjykata e posaçme ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie për Giulio Vuksanin, personi vetëm që mbahi i arrestuar për masakrën e Dobraçit, në ndyshimin se ai siguroi automjetin tip Range Rover që u përdor nga autorët për të vrarë dy të rinj. Vendimi u dha nga gjyqtari i posaçëm Erion Çela, i cili pranoi kërkesën e SPAK për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij. Vuksani u arrestua në nëntorin e vitit të kaluar me urdhër të prokurores Elida Kaçkini, si personi përfshirë në masakrën e Dobraçit, ku ekzekutuan Arlind Bushati dhe Hamza Lici, si dhe humbën jetën çifti i bashkëshortëve, Bashkim dhe Flutura Basha. Ngjarja e rëndë është shënuar në 30 tetor të vitit 2024 në zonën e Dobraçit, ku persona të paidentifikuar qelluan nga një automjet drejt makinës ku udhëtonin dy të rinjt, Hamza Lici dhe Arlind Bushati. Nga breshëria e plumbave, automjeti ku udhëtonin dy viktimat humbi kontrollin. Për pasoj, u përplas me një motor ku udhëtonin Flutura dhe Bashkim Basha, të cilët nuk kishin lidhje me ngjarjen. Në automjetin e viktimave dyshohet se ndodhe një person i tretë i ulur në sediljen e pasme, por prokuroria nuk ka folur zyrtarisht mbi këtë dyshim. Pasi prokuroria e Shkodrës nisi hetimet për këtë çështje, pak ditë më pas, shpalli mos kompetencë duke ja referuar dosjen Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion për grup të strukturuar kriminal, vepër penale që është kompetencë e SPAK. Për ngjarjen e Dobraçit janë kryer disa veprime nga prokuroria Elida Kaçkini, teksa çështja është ende nën hetim.